Ish banorja e Big Brother VIP 4, Loredana Brati ka qenë sot e ftuar në emisionin Shqipëria Live, ku ka folur për rrugëtimin e saj në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Loredana u shpreh se personi i parë që ka kontaktuar pas daljes ishte Gerta Gixhari. Gerta është një pjesë zemre për mua. Më ka shoqëruar në çdo moment, të mirë apo të keq. Dhe e ka bërë me shpirt të bardhë, u shpreh Loredana me emocion. Ajo vlerësoi Gertën jo vetëm për mbështetjen, por edhe për kritikat që i ka dhënë në momentet e duhura, kur ka qenë koha e kritikës, e ka bërë. Si lojtare, si kundërshtare dhe si shoqe. Kam nevojë për njerëz që më kritikojnë me dashuri.